Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e themelimit të Bordit të Paqes të zhvilluar në Washington. Në fjalën e tij ai u ndal në rolin e këtij institucioni për paqen globale. Ne përgëzojmë rolin tuaj vendimtar për të ndalur konfliktin pikëllues në Gazë dhe Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në forcën e stabilizimit me trupat e saj. Në të njëjtën kohë, propozoj që ky bord të ftojë të gjitha vendet të kontribuojnë drejt për drejt me ndërtimin e një objekti publik të dedikuar për fëmijët palestinez. Duke bërë kështu, bota do të ndihmonte fëmijët e Gazës që janë pengjet më të pafajshme të lunatizmit të Hamasit, të rriteshin me praninë fizike të vargut më të madh të duarve që ka shtrënguar bashk njerëzimin ndonjëherë. Jo vetëm duke vendosur parat, por po kështu duke sjellë dhe arkitektët e tyre, në mënyrë që bota të transformojë një plak të historisë në një oazë shprese. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama theksoi me forcë padrejtësinë që po u bët komandantëve të UÇK-s nga gjykata e Hagës. Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Presidenti i Kosovës, që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt, kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror sikar që përndoqi edhe vetë presidentin Trump dhe për këto u bë i famshëm botërisht. Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykatë e posaçme në Hag sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu dhe që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditse poshtërimi në të gjithë tërsinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që u ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Në përfundim, kryeministri i Shqipërisë falenderoi presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përfshiu Shqipërinë në këtë nismë fisnike, me besimin që vendi ynë të jetë një vlerë e shtuar e vizionit të Donald Trump.